Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tem. Unë jam Arsenida dhe ky është kanali jem Modest. Për gjithë ato që më njohin, besoj keni pa video tjera pak a shumë. Është një content lifestyle ku tregoj pak për jetën time, ku tregoj pak Arsenid në çdo video, ku lë dhe disa kujtime shumë të bukura që janë për veten time më shumë që më ju rikthy, por jo vetëm, edhe ju her pas here keni pëlqyer videot e mia dhe sidomos për shembull ajo e pëlqyera jeme, pavarësisht se ndoshta ka të bëjë shumë edhe emocioni që kam përjetuar në atë video, është videoja e umrës ku ka pas një shikueshmëri të papame. Ka pas shumë shikueshmëri, ta them kështu, dhe ka qenë dhe është në video që rikthehem më shumti për ta riparë, sepse më pëlqen ta shoh dhe ta rishoh dhe ta shoh dhe të rishoh dhe të përjetoj edhe një herë të emocion që kam përjetuar në atë udhtim aq të bukur që ju haroj të gjithave. Dhe kështu do ju lë në shoqërinë e vlogut tem. Uroj që pëlqej. Selam aleikum. Mirëmëngjesi nga unë, Cicerimet e Zogjve, lulet e mia të buqura. Sot që shikoni nuk ka se jam ly apo jam rregullu, tani do filloj bëhem gati, do shkoj të bëj hijama dhe do ju marr me vete, do ju tregoj për procesin e hijamës që do bëj. Për momentin, si shikoni, so jam çu për gjumit me këto si rrafzi poshtë syve dhe do bëhem gati, do shkojmë të bëjmë hijama. Për ato që nuk e din që është hijama si term, është ajo vendosja e kupave në zonat të trupit që merret edhe gjak, që qahet lëkura dhe pastaj ajo kupa mbushet me gjak. Nuk e di sa qartë isha, por do e shikojmë në video. Këto bukuroshet nuk kanë bie këtu, sa gati ercova. Dhe elhamdulillah për momentin i kam shumë mirë. Uroj që të vazhdojnë t'jenë kështu dhe pastaj të mos më vyshken. E pata ble unë kur pata përvjetorin e shamis, të dyja i kam ble një ditë që i gjeta me çmim super të mirë për orkide, pra i kam ble vetëm 6 euro diku, edhe për momentin janë shumë bukur. Sidomos kjo që ka disa deg dhe kanë qel shumë lulente, është perfekto. Si shikoni, apo që dëgjoni në fakt në këtë rast, kena edhe Cicerimet e Zogjve në sfond që na kënaqën, që duhet ka edhe shumë gjelbërim. Si në Gjermani që jena, nuk jena të habitun, por ndikon pozitivisht në gjendjen tonë mentale. Kështu që le të bëhemi gati dhe t'ju marrë me vite. Atje e përballë po shikoj gjithmonë një ketrosh që po ecë sa në për obor, sa në për pemë, dhe do mundohem t'ju tregoj edhe ju. Ketrushi. Asa i bukur që është. Te klinika dhe tash po pres për me na thirr për me bë hijamen. Herë që e kam bë këtu në boll, po këtë herë më thonë nuk di ku do më e bë. Në për trup diku, po që nuk e di a bëj në boll. Këtë herë. Po ta bëjmë faxha. Shrep fen. Oh my god. Fjala hijama në, domethënë, ç'a quhet kjo procesi në gjermanisht ka nga fjalë shumë e vështirë. Shrep fen. Janë tana bashkëtingëllore, ka vetëm 2 zanore, edhe hajde thuja shrepfen. Tani po presim tim tek tim rana ata bën. Pa të si marrë me vidi. Sot kemi ardhur në një nga liçenet këto afër me Nihut dhe pamja është this and no stress. Që ka dalë dielli dhe dita është perfekte për një ditë në liçen, për disa orë të liçenit dhe
Gjithë kanë dalë me anije, me varka me vela. Këtu është plot hapësira dhe po shijojmë disa orë. Që shikoni edhe muzika e zogjve në sfond, ndërkohë kam vesh të abaje, që është shumë praktike dhe kam vënë të shamin praktike që e kam futur të brenda. Ja kështu. Bëj gati të gati tek posta. Dy pakut ka vind. Ose këto në Gjermani, dhe më thënë ki bezdi dhe me bo pak sa zhurëm, sepse është një qetësi e pa pame, se dhe mos përshamu i të ku jam unë tek palati për momentin. Dhe të që po bën zhurëm. Dhe po më del një këjshi me qifte. Në të këshkuat të zë dy pako të vintit, pra dy shitja në fakt që kam bërë në vintit, nga dy pëtë të ndryshme dhe po shkoj i dorëzoj. Në fakt ka kohë që unë kam shit në vintit, më shumë se një vit e sapë, para se me kenë viral, dhe kam fitu goxha lek që kanë qenë nga gjëra që i kam pas në raft. Kështu që nëse doni me fitu edhe ju disa lek ekstra, mundeni me hap një account në vintit edhe me publiku tesha që ju nuk i vishni ma. Shumë të mira këto pjatët. Edhe këto qërin të vegjel. Wow. Perfection. Kjo me ato qërin poshtë aty, perfect. Kam tasa për fund dhe për si për përfundoj duke po ndaj një tjetër. Këtu kanë ka cute, pra 2 në 1 dhe shumë praktike për të vendosur mësën në raft. Të kik pas kësë plot. Sa të bukur e kemi këtë tulen tek shtera shtëpisë, është fantastike. Nuk e di. Janë 2 në të dyja krahët edhe është gjigande. Dima i tha me u vësh prej borës, u rëzu krejt, por jo. Mbjetoj dhe ka qelë, është super gjigande. Unë po bëj disa porosit e tjera për vintit. Po porosit që quhen vintit nuk kanë shumë rëndësi me kënd shumë të bukura, por unë kam zgjatë t'i bëj me këtë zarfin e zi dhe t'i të grojt pak në mënyrë më profesionale. Dhe këtu kam 2 pako që do i dërgoj tek blerësit. Duket se kam zgja profesorin e ka punë. Sa herë dan lagje edhe shoh shtëpiat edhe ose në qytet kur shoh banesa kështu, marraj krejt. Më pëlqejnë pjesa arkitekturës, si janë ndërtume, sa hindrita, sa s'hindrita, bla bla bla. Edhe po mendoj që me siguri kam ba pak gabim që kam mirë për modës, kam mirë për arkitekturë, por këtë shtëpia gjermane me këto oborret e bukura është njëna që është shumë vintage, nuk e di, këto shkaj aty për e bëj video dhe ju e tregoj. Është si shtëpi kukosh. Në kohën kam dojnë me bëj ecjen e përdiqme dhe kam marrë edhe një True Fruits.
smoothie që blehet në market, edhe po e pi rrugs. Janë këto smoothie që nuk kanë sheqer, edhe është komplet me fruta, me mo, banane, dragon fruit, guava bana edhe guava. Guava bana nuk e di çfarë është, po guavën e di çfarë është. Kështu që po ecim. Pas këllë një dyqan që është me këto veshjet, këto veshjet tradicionale të Bayernit, që besoj i dini. Dhe kështu. Ecim. Të bëjmë një 10.000 hapa i tash kështu si buket djath, edhe nëse në shkojmë shpi. Ara të kjo shpia bukur, dhe dua t'ju tregoj. O do të sa e bukur është, marroj krejt për këtë shpinë. Uroj që mos ndonjë një gjerman të thonë, mos filmo, se shpia jeme kjo. Është kjo këtu, nuk e di stallohet, por është një mrekulli. Ka edhe parkun, është perfection. Nuk dallohet asnjë gjë prej kamerës, që sa e bukur është live. Edhe kjo zona ku jam unë ka plot shtëpia të vjetra të tilla dhe është super. Po kalosha këtu afër edhe këtu shtëpia që kam krahun tem të djathtë kënej, kanë disa dyrë kështu drunit nëpër ato filmat me cartana të vogla, edhe atmosferë tamam gjermaneze. Unë këto video kam bë plot, po se kur do i editoj, vetëm i moj zot e din. Tulipanat pas kanë ikë për boj. Si shikoni janë tha shumica, por pas kanë fillu me qilë të tjerë, dhe dhe që kanë por kanë fillu mu vyshk. Na pas kanë vu dhe një leshtrydhe gjigande, për me siguri të shesin leshtrydhet e fresta. Unë vazhdoj dhe ecë ndërkohë. Ja shikoni dhe leshtrydhen gjigande që duket edhe në video. Edhe sa një që ca po doli, dëmhan, sa po mpavi për smarët. Por këtë leshtrydhe duket shumë cute. Sa kisha dash që edhe ju me pa, çdo pamje të bukur që shohin sytë e mi, por që nuk është possible. Me thonë menja që jam të bo. Jam të pa delet, të kollot. Edhe ka dhe qindra të vegjël. Nuk dallohet, po është një qindë shumë i vogël. Dhe këta delet janë shumë cute. Me kryt bardh, të zi. Edhe duken shumë të lezetshme. Në fakt këtu u bakën edhe ture, mu i keme hi me pa, pas ka gomer, pas ka pula. Do të marrë një ditë me pa. Një dele atje, pas ka 2 qindra, pas pa mu i ka me ecë. Pas kanë bë qindra shumë. Që ko duket atë? Është ullnajën sa shlo. Oj, sa i bërë. Nuk është ishte një gjë e çuditshme. Nuk është s'kam pa dele kurrë, por këta delet janë të lezetshme. Ma të bukur ata në Shqipëri. Tash, ta mysin për çfarë thash. Kam pas thënë një herë, nuk di çka ka nërshta janë më të kurum. Jo, po kja raca janë me tamam shumë të bukura. Pa shikaj, hadha i qinjë tjerë kanë ka ullë atë. Kanë qinjë dhe mela. Në kohën e kam bërë një sa gazepi i to. Edhe pas ka vajhitha. Ku ishet? Si ku një cindzin atë? Shtë ma të ngrit. Janë pak larg edhe nuk dallohen. Në kohën kështu bëj edhe stërvitjen teme. Bëj edhe hapat e mi. Pas kam 300 gjejto. So cute janë edhe po vjen një qenë sa gazepi që e paska e zoja zgjellon. Ho, edhe unë që e kam të merë.
Gjeni ku frymzu për erësit për me bë asparag apo shpargoj që mund quhen edhe në Shqip, po këtë e zonave për në Shqipni nuk e di. Unë i mora në rejve, sepse e kam ofër edhe ishi me çmim të mirë. Normalisht është stina e tyne tash dhe janë gjithkon. Dhe thash t'i bëj, i kam la dhe tani do ju heq këto bishtukat, këto pjesët e forta dhe do lë këto pjesët e buta ku do i shoqëroj si që kishte bëj erësi me pak gjallë, pastaj ju kishte hallë edhe pak vojullliri dhe në fund pak gjallë. Ndoshta nuk do i konsumoj sot, por po i bëj t'i kem të gatshme kur na ka marrë uria dhe dona me konsumu diçka. Dhe normalisht po shijoj kafen, që kur jam shtëpi më shijon jashtëzakonisht shumë, ose edhe kur jam punë, kur çohem bëj mëngjesin, pi kafen dhe pastaj shkoj në punë, kam super energji gjithë ditën. Dhe po shijoj, unë përdori kafen e Nespressos. Dhe për momentin jam e kënaqur me shijen, sepse nuk jam ndonjë njeri që vdes për kafe. Një kafe e pi, por nuk jam manjak e kafen. Një edhe atë me mik, sepse nuk ne e bën mirë ankthit. Se njerëzve që janë emocional, kafe nuk ju bën shumë mirë, kështu që mundoni ta evitoni sa më shumë të mundun, sepse nuk na bën mirë për shëndetin. Dhe unë mundohem pi vetëm një ditë qofse du me e pi, ka ditë që edhe mund të harroj me e pi, por nuk përbën ndonjë problem tek unë sepse si të thash nuk jam një manjak e kafet. Për momentin le të bëjmë asparaguit në filtere dhe qojmë kafe. Holla gjalpin dhe do gridhe hudrat. U bën, i futa te ky tasi ku rrin shumë mirë dhe gati për të ngrënë. Këtu kam edhe bamjet në tavë ku kam skuq mishin me rrin, me pras dhe pastaj kam hedhë pak salcë dhe përpara kam fut bamjet në furr në një tepsi, ti them kësaj. Dhe i kam lënë të piqen për pak, pastaj kam hell iqin sipër, pra iqin me mish dhe me purre, dhe i kam hedhë dhe hudra sa aroma. Dhe doli një mrekulli. Tani, nëse keni ardhur deri këto, do më thonë që ju ka pëlqyer videoja. Kështu që mos harroni me bëu atë një like dhe një subscribe për mua, sepse kjo është një motivim që mu më bani dhe do shpërndaj shumë kontent bukur. Këtë ju premtoj sepse kam një 2-3 gjana që i kam pothuajse gati dhe do i shpërndaj. Kështu që grupusi dhe shihni një video tjetër. Selam aleikum dhe mos harroni like dhe subscribe, ju lutem. Janë shumë të rëndësishme për mua, për me motivu, për me bë video sa më shumë. Pashim!